Nga ajo që deri tani ndodhi nga këto 5 muaj, mund të veçoj faktin se gostivarasit nuk durojnë dot diçka të kryhet pa vullnetin e tyre, si dhe një fakt i pamohueshëm se të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu shfrytëzoj rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e Këshillit zotri Valdet Xhaferin dhe me Këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivar. Kemi disa projekte që janë në vijim dhe disa që do të startojnë menjëherë sa të përmirësohen kushtet edhe sa të jenë kushtet atmosferike të volitshme. Bulevari Vëllezri Gjinoski do të vazhdojmë po të njëjtin intensitet, diku besoj ka marsi prilli do të hapim edhe këtë segment para komunës së Gostivarit. Deri në pranverë do të fillojmë punimet edhe për urën tek gjykata dhe do të vazhdojnë të gjithë ato projekte rikonstruime të rrugëve të cilat i kemi planifikuar.